Jambër Maltezi, drejtori i Departamentit të Mjedisit në Partinë Demokratike dhe një herësh dhëndër ish kryeministri Sali Berisha, është konfliktuar fizikisht me deputetin e Partisë Socialiste Taulant Balla. Nga informacionet e rezervuara, bëhet e ditur se incidenti ka ndodhur në aeroportin Leonardo da Vinci të Romës. Jambër Maltezi, drejtori i Departamentit të Mjedisit në Partinë Demokratike dhe një herësh dhëndër ish kryeministrit Sali Berisha, është konfliktuar fizikisht me deputetin socialist Taulant Balla. Nga informacionet e rezervuara, bëhet e ditur se incidenti ka ndodhur në aeroportin Leonardo da Vinci të Romës, mbrëm, teksa Jambër Maltezi ishte i shoqëruar me bashorten Argida Berisha dhe vajza e tyre, ndërsa Taulant Balla ka qenë i vetëm. Burime pranë deputetit Balla pohojnë se Jambër Maltezi ka goditur në fytyrë dhe ka fyer deputetin socialist, duke shkaktuar atij edhe shenja në fytyrë. Menjëherë pas ngjarjes me të mbërritur në Shqipëri, ligjvënësi Taulant Balla ka bërë denoncimin në polici dhe kjo e fundit i ka shoqëruar të gjithë personat e përfshirë në këtë incident. Fillimisht, Jambër Maltezi ka refuzuar që të dëshmojë në lidhje me konfliktin që ka ndodhur mes tyre, me pretendimin se çështja është politike. Gjatë dëshmisë në polici, Jambër Maltezi ka thënë se u provokuan, ndërkohë që Balla ka thënë se është goditur për shkak të detyrës. Pas shoqërimit në polici, Maltezi e Berisha kanë pyetur nëse janë të ndaluar, por oficerët e policisë i kanë thënë se ishin shoqëruar për shkak të kallëzimit që Balla ka bërë ndaj tyre. Pas marrjes së dëshmive, çështja tashmë ka kaluar prokurorisë në akuzën goditje për shkak të detyrës. Pas marrjes së dëshmive dhe kallëzimit nga Balla, policia ka dhënë një vendim për kryerjen e një akti mjekoligjor për Taulant Ballën. Lidhur me këtë incident, ende nuk ka reagime nga palët, teksa dhe telefonatat e dy protagonistëve rezultojnë të mbyllur.